Për sa kohë ishte në shtëpinë më të famshme, ajo tregoi një tjetër karakter të personazhit të saj, po flasim për Gerta Gexharin. Së fundmi e ftuar në një emision, ajo ndau mendimet e saj për 4 finalistët e shtëpisë më të famshme të këtij edicioni, duke reflektuar mbi përvojën e shtëpinë më të famshme në Shqipëri. E pyetur se cili prej tyre kishte bërë lojën më të mirë, Gerta shmangu emrat e Rozanës dhe Laertit për të ndalur mes Egli dhe Gjestit, por në fund ajo zgjodhi Gjestin. Po themi Gjesti, u shpreh Gerta, sepse pavarësisht paqëndrueshmërisë së tij, ai kishte gjithmonë një justifikim për veprimet e tij. Fshije pas frazës e bëra për lojë ose ishte provokim. Edhe brenda shtëpisë ja thosha këtë, por kjo gjë në fakt i shkonte. Gerta tregoi se marrëdhënia me Gjestin kishte qenë shpesh e ndërlikuar. Kishte momente që nuk e merrja seriozisht. Edhe kur ndodhte ndonjë situatë serioze, ai nuk e trajtonte me peshën që duhet. Për këtë arsye, raporti i ynë ishte si tërhiqje mos e kaput. Ajo shtoi se ndonse kishte kritika për lojën e tij, nuk donte të humbiste momentet e bukura me të. Unë nuk mund të rrija për qaf me të dhe më pas ta sulmoja. Më duhet t'i tregoja ato pak kënaqësi që kisha, por njëkohësisht nuk doja ta humbisja as ato çaste që qeshja shumë me të, deklaroi Gerta Gexhari duke vlerësuar në maksimum lojën e Gjestit brenda shtëpisë së famshme.